Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka deklaruar se lufta me Iranin konsiderohet e përfunduar në një moment kur afati ligjor për operacionin ushtarak pa miratim të Kongresit ka arritur kufirin maksimal të parashikuar nga War Power Resolution. Sipas përfaqësuesit të administratës amerikane, përfundimi i konfliktit lidhet me hyrjen në fuqi të armëpushimit me 7 prill, i cili sipas interpretimit të Washingtonit ka ndërprer rrjedhën e afatit 6 ditor të përcaktuar me ligj. Ai theksoi që prej ditëve të fundit nuk ka pasur përplasje të drejtpërdrejta mes forcave amerikane dhe atyre iraniane. Edhe sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth gjatë një dëgjese në Senat i u referua armëpushimit si faktor që jep administratës hapësirë për të shmangur një votim të detyrueshëm në Kongres. Ai shtoi se operacionet ushtarake mund të rifillojnë në çdo moment, duke lënë hapur mundësinë e një rikthimi të konfliktit. Megjithatë, situata në terren mbetet e tensionuar. Një zyrtar i lartë i Gardës Revolucionare Iraniane ka paralajmëruar se çdo sulm i ri nga SBA-ja do të përballet me reagime të ashpra, duke përfshirë goditje ndaj bazave ushtarake amerikane dhe anijeve luftarake në rajon. Në të njëjtën kohë, brenda vetë SBA-s, debati politik dhe publik vijon të jetë i ndezur. Protesta kundër luftës janë zhvilluar edhe gjatë seancave dëgjimore në Senat, duke reflektuar shqetësimet e qytetarëve për përshkallëzimin e konfliktit dhe pasojat e tij në lindjen e mesme. Ndërsa administrata amerikane konsideron kapitullin e luftës të mbyllur në aspektin ligjor, zhvillimet në terren dhe retorika të forta nga të dyja palët tregojnë se paqja mbetet e brish dhe situata mund të ndryshojë në çdo moment.